Gjiri i Vlorës ka regjistruar kohët e fundit specie të ndryshme invazive, mes të cilave edhe peshq helmues. Rasti më i fundit është regjistruar 2 ditë më parë, ndërsa një tjetër rast ishte evidentuar disa vite më parë. Specialisti i zonave të mbrojtura Nexhip Hysen Lakoj ka theksuar se këto specie ndikojnë negativisht tek gjallësat e tjera në gjirin e Vlorës, si në florë ashtu edhe në faunë. Ndërkohë një tjetër problematik lidhet edhe me rrezikun për njerëzit, pasi prekja apo konsumimi i tyre mund të shkaktojë probleme të rënda shëndetësore. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme shpërndarja e informacionit dhe ndërgjegjësimi i publikut për këto specie. Është e vërtet që dje është rasti i dytë i një nga llojeve të peshqve që është një nga peshqit helmues, për të më helmuesit, që shkencërisht quhet Lagocefalus scleratus, i shqipiruar dje edhe me emrin ton peshku gjyle me pika, pra që i përshtatet shumë mirë si emër. Rasti i parë ka qenë para 6-7 vjetësh me peshkimin sportiv të një grupi peshkatarësh, dhe rasti i dytë ishte dje. Për të shqetësuar është fakti jo vetëm prezenca e tij, por edhe për masa dhe madhësia e këtij rasti të dytë, pra, që ishte një peshk i cili kalonte 1.2 kg dhe me një gjatësi afërsisht 46 cm, pra që tregojnë që nuk është i ardhur rishtas, po është peshk që e ka populluar gjirin e Vlorës. Është shumë problem sepse është, përveç se është invaziv, është shumë dëmtues për sa i takon habitatit dhe specieve autoktone të gjirit, por njëkohësisht edhe për shëndetin e njerëzve në momente të caktuara që ky peshk nuk njihet ose nuk dallohet nga personat që e peshkojnë. Çfarë i sjell? Atëherë fushat janë të ndryshme për të sjellë speciet invazive në detin Adriatik, por në gjirin e Vlorës kanali Suezit është një nga ato që bën lidhjen pra midis dy ambienteve të ndryshme, pra, dhe nuk është vetëm ky lloj peshku pall, po të referohemi të dhënave të fundit, rreth 7-8 vjetësh ka një vrojtime të shpeshta të llojit të peshkut luan, i cili është një peshk tjetër invaziv, për të mos folur për gaforen blu, dhe shumë lloj specesh tjera pastaj që nuk kanë të bëjnë vetëm me pjesën e peshqve, por edhe pjesën e florës bimore, po them kështu, të ujrave të Vlorës. Vetë përmbajtja e disa toksinave shumë të rrezikshme për shëndetin e njeriut, të cilat klasifikohen si vdekje prurse, pra mendoj që është fatale pra konsumimi i tij në moment që ky lloj peshku kapet dhe nuk njihet nga peshkatarët apo nga ata që përdorin në kuzhinë e tyre. Kështu që ka gjithmonë nevojë për promovim të këtyre, pra për informacion, për dhënë informacione, për promovim për të kuptuar se cilat janë këto lloje që të cilat janë dëmtuese, jo vetëm të habitatet, pra natyrore të gjirit, por kur ka të bëjë me jetën e njeriut. Hysen Lakoj ka theksuar se janë disa faktorë që ndikojnë në shfaqjen e këtyre specieve dhe gjallësave të tjera, duke lidhur këtë fenomen me ngrohjen globale, ndryshimet klimatike dhe luhatjet e shpeshta të temperaturës së ujit dhe detit. Absolutisht, kushtet klimatike janë një nga faktorët kryesorë sot të gjithë këtyre ndryshimeve që po ndodhin si në llojet, po edhe si në specie, po edhe në habitate. Pra, nuk diskutohet kjo, pra ngrohja globale, temperatura ujit të detit, që ndryshon disa parametra brenda saj, bën që të bëhen kushte optimale për një specie e cila nuk është vendase, dhe të largojë ato që quhen specie autoktone. Gjiri i Vlorës ka regjistruar vitet e fundit një numër të konsiderueshëm speciesh që nuk janë pjesë e habitatit natyror, mes tyre dhe specie të rrezikshme për të cilat nuk duhet të mungojë informacioni dhe kujdesi nga qytetarët.